Receta sotme është fiksa ajo çfarë mund të bëni kur ju vin miq ose mysafir në shtëpi. Një tavë me krah pule dhe patate furre. I mbledh të gjithë përbërësit në një tavë, i fut në furrë dhe e kej gjellën gati. Kjo ishte edhe dreka ime për sot, ju ftoj ta shikoni videon deri në fund për të parë recetën e plot. Pasi kemi pastruar dhe larg krahët e pulës, i marinojmë me vaj ulliri, krip, piper, spec të kuq. Dhe sekreti është që duhet i hidhni edhe një lugë gjelle mjalt edhe 2 lugë kos, besoni që del super e mirë. Do t'i përzejmë këto mirë dhe do t'i lëmë 20 minuta që të pushojnë. Sa presim që pula të pushojë dhe të marinohet, lëmarim dhe pastrojmë perimet. Unë kam përdorur patate dhe karrotë. Mundohemi që t'i presim të gjitha në një madhësi që të piqen njësoj dhe i vendosim në një tavë. Marrim edhe domate qershi, lajm dhe pastrojmë dhe i marinojmë me vaj, krip dhe piper. Me qëra fjala shumë për ju që shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Shtrojmë dhe pulën sipër perimeve, vendosim domatet qershi dhe presim nga një fet limoni dhe vendosim sipër. Shikoni pak sa e bukur doli që tani, imagjino kur të piqet. Kjo tani është gati për në furrë në 250 gradë për 45 minuta. Mundoni që edhe gjatë pjekjes t'i ktheni krahët e pulës dhe nga ana tjetër që të piqen nga të dy anët. Edhe tava me krah pule dhe patate furre është gati. Është një recetë që nuk të lodh shumë se i vendos gjitha në një tavë, i fut në furrë dhe e mbledh mendjen. Dhe mbi të gjitha del shumë e mirë dhe mysafirët dhe miqtë tuaj do ja pëlqejnë shumë këtë pjatë. Edhe njerë ju faleminderit shumë gjithë juve që e ndoqët videon deri në fund, mos harroni të bëni like kësaj videos, lini komente, shkruani komente çfarë të gatuaj videon e radhës dhe bëni follow. Shihemi videon tjetër. Ciao.